Të dashurit e mi, xhamatli shumë të nderuar, të gjitha falënderimet dhe tër lavdit janë për Allahun e madhnuar. Vetëm Allahun te bareke u taala adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi, i përgjerohemi, i përulemi dhe të njëjtën kohë vetëm atij ndihmë dhe falje i kërkojmë. Dhe vetëm prej tij kërkojmë që të na forcoj, që të na ndihmoj, që të na bashkoj, që të na afroj, që të na vëllazëroj, që të na bëj të kuptuar dhe të lehtë jetën e kësaj bote, që të na bën të lehtë kalimin prej kësaj bote në botën e përjetësisë, që të na bën të mundur kënaqësinë e tij në ditën kur kemi mu taku me ta subhanahu wa taala. Përshëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar ummetin e tij, të cilët ishin dhe do të mbesin dhe do të jesin deri në ditën e lahtarisë, pavarësisht se çfarë do sprova që ata do t'i përjetojnë, e kanë obligim me sabër dhe me maturiti të i kalojnë. Të nderuar vëllezër besimtar, kur Muhamedi jon alayhi salatu wassalam hypi në 7 palë qiej, e thirri Zoti i madhnuar për ta taku, e thirri Zoti i madhnuar për të pa botën e gajbit, për të pa botën e sekreteve të cilat në këtë botë sytë e insanit nuk kanë mundësi me i pa, dhe ëndrrën dhe imagjinatën e insanit nuk kanë mundësi me realizu. Të nderuar vllazni, për këtë arsye është imani, me besu në diçka që Zotit ka premtu e ti me sytë e tu në këtë dynja nuk e ke shiqu, por sytë e zemrës besë Zotit i kanë nxonë dhe premtimin e ti kanë me realizu. Kur u ngrit në 7 palë qiej, Muhammedi jon alayhis salam me Hazreti Gjebrailin, edhe u erdhë koha me u taku me krejt me laqet e Allahut. Erdhë koha me u taku me krejt shahidet dhe ku kanë me shku dëshmort. Erdhë koha me u taku me krejt pejgamber që ishin para ti. Erdhë koha me u taku të dashurit e mi, me u taku me xhenetin, me pa qysh është xheneti, edhe me pa dhe me u taku qysh është xhehenami. Allahu na mbroftë ya Rabbil Alamin. Edhe prej shumë bresave që i la Muhammed alayhis salam, edhe prej shumë kujtimeve, ka pas kujtime të bukura që i kanë lënë pejgamberit alayhis salam në atë udhtim, por edhe ka pas kujtime shumë të vështira për sytë e tij alayhis salatu wassalam. Njëri prej kujtimeve më dëshpëruese, njëra prej kujtimeve më shqetësuese për Resulullahin alayhis salatu wassalam ka qenë kur u taku me melekun i cili e ka emrin Mikail. Ky melek i madh i cili është melek i cili kujdeset për lëshimin e shiut në tokë, lëvizjen e rreve në për qiell. Edhe të dashurit e mi, prej asoj pamje që e ka po Hazreti Muhammed alayhis salam të ky pejgamber, i ka lënë për shtypje, a ke posi kur një njeri ku shkon në një mes dikun me najt, e një njeri lënë për shtypje. Ka mundësi me të lënë për shtypje për të mirë, por ka mundësi me të lënë çka mbresat këqija. Ka mundësi. Edhe kur të largohesh prej atij tubimi, ai i cili ka qenë me ty ti e pyet. Çka e pyet? Bre filoni diçka më qërke mirë, bre burri mirë, ose bre filoni diçka më rrëlshëm, veç më rrëllet mi kitë shu. Edhe kjo shumë normal, edhe Rasulullah alayhi salatu wassalam, i vetmi prej këtij njerëzve, po hypën në botën e sekreteve, i thuhet bota e gajbit. Edhe po shkon te Allahu, i kalon shumë bresa. Edhe në mesin e bresave tu zbrit pevet Xhibrilin. O Xhibril, o Xhebrail, o meleku më i afërt i Allahut. Aty ku taku me ata melek tjerë, me ata ushtarë të tjerë tu, njoni prej tyne që ky Mikaili më lambre një mbres. Çka bre, çka të kalon? Vallojnë, tha, krejt me lesh tjerë, tha, buzqeshin, vetëm ai, tha, nuk buzqeshke. Krejt me lesh të tjerë, ftyrat e tyre ishin të gëzuara, vetëm ftyra e ti mral, mahzën, thët populli. Mahzën, rike, tha, veç të kojt. Pse, tha? Tha,
O i dashur i Allahut, o vula pejgamberis, o Muhammedi alayhi salatu wassalam, mshira mbar njerëzis. Ky melek, pra asoj dite kur e ka kriju Allahu, tha xhehenemin, kur tha mo ai nuk kesh. I kam thonë jam komandanti me legjve, për ty nuk e ka kriju Allahu këtë zjarr xhehenemit. Pse pijat vetit ka siklet? Subhanallah, që ka thonë? Ka thonë, subhanallah, prej gjunave të mëdha që i bojnë njerëzit në tokë, ka mundësi xhehenemi edhe neve me legjve me na rrok. Prej gjunave të mëdha që i njerëzit në tokë i bojnë, ka mundësi xhehenemi edhe neve me legjve me na godit dhe me na rrok. Prandaj tha, kjo ka qenë Muhammed alayhi salatu wassalam. Kështu që të dashurit e mi, ka thonë pejgamberi alayhi salam kur zbriti në tokë, edhe i thirri shokët, dhe ju kallzoi shokëve, tha me dit, tha ju, çka di une. Tha edhe me dit ju qa kum po une. Tha ma shumë qani, tha, se sa keshni. Mirë po tha, ju tha qeshni, e gëzuhni, se nuk dini, tha, qa kum po, edhe nuk dini qka ju pret. Prandaj, tha, kujdesuni, tha, se shumë leto me fitu. Por tha dhe shumë kujdesuni, tha, se shumë leto është me humb, shumë leto është me rëshqit. Kur e pyetën një dietar, çush me komentu këtë ngjarje, tha ai tha, nuk ka problem, tha, anija mu kon në ujë, ngënë me vëmendje. Nuk ka problem mu kon anija në ujë. Tha po problem ujë me hyn anije. Edhe nuk ka problem, tha, robi Zotit me kon dynja, por është shumë problem dynjoja robit Zotit në zemër me hi. Çush nuk është problem anija mu kon ujë, qashtu nuk është problem robi Zotit dynjon në plëmbë dorës me pas. Por po qysh është problem uji i detit anijes mranda me hy, qashtu është problem robit Zotit dynjoja në zemër me hy. Qëto Islami ka dosht që as ujin në anijes ban me hy, por as dynjon robit Zotit në zemër nuk ban me hy. Nëse njerëzit arrin që të dy sene mi kuptu që njeri unë këtë dynjo ka ardhë për me shku të Zoti faqebardh, mirë po ka mundësi, mësi ka ardhë u habit, more të kena qu për diçka tjetër, ti na ke ardhë për diçka tjetër. Vallaj zdi, qështu po bëshin tonë, qysh më zdim, për çka më të këmprun këtë dynjo, për çka të këmë sjellë këtë dynjo. Valla nuk di, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju të cilët e keni kuptu që dynjon s'ban me hinë në zemër, keni kujdes, ata të cilët janë në rrezik prej dynjas, janë rrezik, runa Zot me rreziku imanin, besimin e tyre, me rreziku të ardhmen e tyre, me rreziku ahiretin e tyre, natën e vorrit. Thot çysh mundi mi përfitu ata, të paktën çka me bë, paktën na ata me ishtime me nu se çështo çka po bënin nuk bën me vepru. E çysh shumë thjesht ka thonë, me dy sene, buzqeshni ftyrën e tyre, edhe të njëjtën kohë silluni mirë me ta. Buzqeshni në ftyrën e tyre, edhe të paktën tha silluni mirë me ta, sepse zemrat e tyre nuk i përfitoni me pasuri, por zemrat e tyre i përfitoni me sjellje, me karakter dhe me moral të lartë të cilin duhet me posedu një njeri. Andaj të dashurit e mi, elus Allahun azza wa jall që të na forcojnë në rrugën e tij, mos na lejoj që të bëhemi rob dynjas, por ne të bëhemi të zotit e dynjas, ashtu që ka kërku Allahu prej njerëzve në përgjithësi, e sidomos e në veçanti prej besimtarëve, pra khususi prej besimtarëve ka kërku Allahu i madhnum në veçanti. Allahu, që thot Hasan el-Basriu, një dietar shumë i madh, thot Allahu e shpërbleft një popull i cili e ka kuptu dynjan si emanet i Allahut, e kryen këtë emanet, edhe çush e ka marrë, do thot mbi supët e tij për ta kryer mënyrën më të mirë të mundshme emanetin, thot ja dorëzon Allahut me faqe bardhësi, edhe nuk del para Zotit fytyrë të nxantë, por del me faqe bardhësi inshallahu dhul xhelal. Dynjaja është mjet me të cilin ti kemi arritë tek kënaqësitë e Allahut, por është edhe mjet runa Zot nëse ti nuk e udhëheq, nëse ti nuk e menaxhon, nëse ti nuk e vozit, aja ko me të vozit ty. Nëse ti nuk e udhëheq, aja ko me të udhëheq ty. Nëse ti nuk e menaxhon, aja ko me të menaxhu ty. Por nëse ti udhëheq atë, nëse ti e vozit atë, ti ka mundësi me shku në xhenet. Por nëse është e kundërta, aja të menaxhon ty, aja të udhëheq ty, aja të vozit ty, aja të çon drejt në xhenem.
a e çon drejt në xhehenem. Prandaj njeri pas ka mundësi këtë dynjë mu kon udhëheqës i dynjos, edhe pas ka mundësi runa zot këtë dynjë mu kon i udhëhequr prej saj. E nëse njeriu është i udhëhequr prej saj, atë përfundimin e ka të sigurt se do të shkojnë në xhehenem runa zot, por nëse ai e udhëheq atë me lejen dhe rahmetin dhe mëshirën e tij do të shkojë në xhenet dhosht Allahu dhul xhelal. Zoti e din më së miri, Allahu na mundsoft e na udhëzoft edhe me një fjalë, ai i cili don me kuptu çysh është koncepti islam ndaj dunjas, edhe ndaj botës, edhe ndaj jetës kësaj bote, është mirë me këshyr sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilët kanë qenë, do të thotë, të cilët kanë qenë njerëzit më pasunika të asoj kohe, por dhe kanë qenë njerëzit më të devotshëm të asoj kohe, kanë qenë njerëzit më punëtor të asoj kohe, por kanë qenë edhe njerëzit më kurreshtar dhe më të përkushtuar në rrugën e Allahut dhul xhelal. Për këtë arsye unë në këtë porosit kësaj hutbe du juve më u qartësu një gjë që nuk vjen ndesh devotshmëria jon ndaj Zotit edhe përkushtimi jon për me pas një jetë më komode, me pas një pamje më cilësore, më të pastër, më të rregulluar, shtëpinë dhe ambientin dhe mjetin e udhëtimin me pas më të mirë, nuk bin ndesh njëra me tjetrën, por bin ndesh kur runa zot dynjas i jep përparësi para ahiretit. Qysh të dashur të mi, kur lypet vendimi dhe kërkesa e Zotit për ta ndihmu atë të cilin Allahu ka kërku, e ti i jep përparësi kojtës dhe epsheve të tua, atëherë ti bash i udhëhequr prej saj, e jo qysh e lyp mandati yt në këtë dynjë që ti ta udhëheqësh dhe ta menaxhosh atë. Zoti din më së miri, unë ekpres edhe lypi prej të madhit Zot që këtë popull, e këtë komunitet, e këtë ummet, Allahu ta bën më të mençur, më besnik, më të bashkuar, më të vllazënuar, edhe të njëjtën kohë ato dëshirat e kësaj dynjas të jenë në disponimin për të mirë e mos të jenë në disponimin për të keq, sepse pastaj të gjithë do ta vujmë. Zoti din më së miri, qofshin faqe bardh. Allahu na mundsoft që mos dalim para tij duar that. Allahu azza wajal na mundsoft që emrat ton, e emrat e prindërve tan, e prindërve tan, e pas arzëve tan, e fëmijëve tan, e gjithë ata që vijnë prej lozëve tona, Allahu na mundsoft, ja u mundsoft të shënohen me shkryerjen e arta në faqet e bardha të historisë, e runa Zot mos shënohen në faqet e errta dhe të zeza të saj. Qofshit të bekum, Zoti ju ruajt juve, familjet e juaja, ja u shëroft smutit ton, ja u mundsoft të ardhmen e mirë fëmijëve edhe nipave edhe gjithë ata cilët vinë pas nesh, innehu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. تداشر تمي ajeti i cili na jep shpresë, ajeti i cili na i qetëson zemrat tona, i cili na i rehabiliton shpirtat ton, i cili na i orienton mendjet tona, në surën Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni, mos u dobësohuni, mos e ndini veten të ligshtuar, por ndini veten të lartë me kusht in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allahu na mundsoft edhe na gëzoft në dynja dhe në ahiret, ya rabbel alamin, wa aqimus salat, dhe përgatituni me fal farzin e xhumas.